Andi Bushati është një nga gazetarët dhe analistët më të mirë në vend. Prej vitesh, ai bën analizë të thellë të zhvillimeve politike. Gjithsesi, për të jetës profesionale, interesi më i madh është për jetën private të gazetarit. Pas disa vitesh martesë, ai është divorcuar nga bashkëshortja, e cila më vonë mori një nga detyrat më të fuqishme në vend. Ajo ka qenë prej vitesh avokate e popullit. Pas divorcit, duket se Andi ka gjetur përsëri dashurinë. Ka qenë Valina Budinaku, vajza që i rrëmbeu zemrën gazetarit. Çifti bashkëjetojnë prej shumë vitesh dhe ndihen mirë në krahët e njëri tjetrit, por ka patur raste që bashkëtesa e tyre ka ndeshur në përplasje të forta, dhe kjo për shkak të vendimeve që kanë marrë. Për herë të parë, Balina ka folur për bashkëtesën me Andin, përplasjet, mosmarrveshjet dhe kokforcin që i ka lënë muaj pa folur me njëri tjetrin. Balina tha se kishte marrë një vendim që e ka mërzitur shumë Andin. Unë i thash po ofertës që mu bën nga Big Brother për të qenë analistet e ky format, dhe kjo gjë nuk i pëlqeu as pak Andit, i cili më tha se nuk ishte dakord dhe donte që unë ta refuzoja këtë ofertë. Por për mua nuk ishte më kthim mbrapsh. I thash, do ta bëj, kjo është një përvojë e re për mua. Kjo ishte një përplasje e fortë karakteresh dhe nuk kemi folur për më shumë se 2 muaj me njëri tjetrin. Sigurisht, i jetonim në të njëjtën shtëpi, por nuk flisnim. Andi më ka mbajtur shumë qëndrim. Ajo tha se kjo ishte një periudhë shumë e vështirë, por që të dy arritën ta kapërcenin. Çdo gjë ndodhi sepse unë i thash po një ofertë pune, e kjo u bë një mal pengese mes meje dhe Andit. Arritëm në një pikë që as unë dhe as ai nuk i hapnim më rrugë njëri tjetrit, por rëndësi ka që arritëm ta tejkalonim së bashku këtë problem.